Prokuroria e Shkodrës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar në gjyq dy vëllezërit Arion dhe Klisman Hasaj të akuzuar për vrasjen e shtetasit Ramazan Mataj në Posrib 5 janarin e këtij viti. Ngjarja ndodhi rreth orës 7:15 në vendin e quajtur Dragoç, njësia administrative Posrib, ku 33 vjeçari Mataj u vra me armëzjarri në automjetin e tij. Në lidhje me këtë ngjarje, organi i akuzës thotë se pasi janë kryer veprimet hetimore dhe procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit, në përfundim të hetimeve janë marrë të pandehurit vëllezërit Arion dhe Klisman Hasaj të akuzuar për kryen e veprës penale, vrasje me paramendime kryer në bashkëpunim sipas nenit 78 fraksion 25 kodit penal, e kryer në rrethana rënduese gërma A, G dhe I të nenit 50 të kodit penal. Për kryen e veprës mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit, prishje të qetësisë publike, sigurimi kushteve për të kryer vrasje, si dhe për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Kujtojmë se ngjarja ka ndodhur në janar, kur në orët e para të mëngjesit, pasi i kishin ngritur kurth 33 vjeçarit duke krijuar një profil të rrem në emër të një vajze, ata e nxorën në prit viktimën duke e qelluar me 9 pluma. Dyshohet se dy familje që jetonin në të njëjtin fshat kishin patur konflikte prej vitesh, pasi motra e autorëve kishte lidhje jashtëmartësore me viktimën. Ky i fundit kishte ndikuar përmes publikimit të videove për prishjen e dy martesave të së motrës. Pas ngjarjes, autorët ishin kapur nga kamerat e sigurisë duke ikur nga vendi i ngjarjes me biçikletë, ndërsa armën e kishin gruposur afër banesës së tyre. Arion Hasaj e ka pranuar se ka qenë ai personi që ekzekutoi 33 vjeçarin Mataj. Autori është ndihmuar nga ai vëllai Klismani dhe të dy janë arrestuar nga policia. Klisman Hasaj akuzohet se e ka ndihmuar të vëllain për sigurimin e kushteve për të kryer vrasjen dhe për të fshehur armën e krimit, që fillimisht e fshehën në një zonë të plotshuar e më pas e gruposën në tokë në oborrin e banesës, por Jeriu e ka mohuar për fshirjen në krim duke u shprehur se nuk ka patur dieni për kurthin e ngritur nga Arion Hasaj për të ekzekutuar 33 vjeçarin. Megjithatë, blut kanë dyshime të forta për përfshirjen e dy vëllezërve, pasi pas ngjarjes së rënd, policia vendore e Shkodrës ka kryer përgjigje në banesën e familjes.